Okej, teknikisht në qoftë se do të bëjmë referencë mbi praktikën aktuale të komunikimit, që ne kemi tashmë të kornizuar në Shqipëri, ne kemi normalisht një lloj inflacionit të imazhit leadershipit. Dhe kjo na ka spikatur, domethënë inflacioni i imazhit leadershipit ka qenë gjithmonë aty. Fushata, në fakt, në këtë fazën e parë, duhet të fillonte dhe kishin shansin liderat një farë mënyrë të fillonin të spikasnin njerëzit që po ofrojnë për zgjedhje, përpara se fillojmë me diskutu pse duhen zgjedhur këta njerëz, le të bënin të ditur kë po zgjedhin, kë po ofrojnë. Nuk ndodh kështu. Çfarë ndodh? Ndodh që praktikisht fushata nuk po ndërton një pattern të ri. Nuk po përpiqet madje ta riorientoj publikun as në kuptimin e zgjedhjes. Fushata po ndërton çfarë? Devalvimin e kundërshtarit. Ne kemi një traditë në Shqipëri tashmë të konsoliduar. Nuk votohet pro, votohet kundër. Ne i ftojmë njerëzit që të votojnë kundër dikujt, jo pro dikujt. Kjo gjëja praktikisht me këto lloj praktike vetëm fuqizohet. Kështu që në këtë arsyeja pse duhet votu kundër, nëse dikur ishte serioze, voto kundër këtij sepse është kundër kësaj, kundër kësaj, kundër kësaj, tani është voto kundër këtij se është qesharak. Domethënë, sepse unë jam në gjendje ta bëj të përbuthshëm. Dhe prej këtij momenti ne zbresim në një nivel tjetër të bërit politik. Në qoftë se ju po e diskutoni këtë në nivelin e videove të humorit si një formë për të përthithur të rinjt, në fakt kjo nuk përthith interesin e të rinjve. Çfarë prodhon komunikimi video me short reels apo me këto lloj formate? Branding. Ky është branding, po është branding i leadershipit. Çfarë do të thotë? Prej këtij momenti ne nuk kemi informacion. A kemi në një praktikë të fushatave pas një informacion zgjedhor, jo programatike, fushata të cilat ndërtohen vetëm mbi arsyetimin ti duhet të më njohësh mua si fitues dhe këtë e di unë pse? Ne e kemi këtë. Edhe e kemi deri në nivelin, po themi, folkloristik të komunikimit. Kështu që në këtë pikpamje, ajo që në fakt ne përjetojmë në terren, dhe unë jam i bindur që të paktën ata që kanë përvojë në këtë punë ma konfirmojnë, janë dy nivele. Një është niveli i komunikimit politik. Për fat të keq, ne kemi një 2-3 fushata që bëjnë vetëm tallava. Nuk kemi komunikim politik. Në krahun tjetër ne kemi blerje fisesh. Ti shkon dhe blem besnikërinë e fiseve. Se me lek, se pa lek, kjo s'ka pikë rëndësie. Çështja është ti shkon dhe blem besnikërinë e njerëzve. Ti fisi jo do votoj për mua. Dhe prej këtij momenti ne nuk kemi. Vlerësimi juaj si ekspert komunikimi? Kjo është historia e këtij vendi, dashur të paktën në përvojën që un kam nga ky vend. Okej. Kështu që në këtë pikpamje, nëse ne duam të bëjmë një lloj krahasimi, se të gjërat të kësaj natyre po ndodhin dhe diku tjetër, krahasimi që ju bëhet për shembull me Shtëpinë e Bardhë ka një element të pamundur. Ajo që ndodh në duon Trump me Elon Musk është disruption. Synimi i tyre nuk është të prodhojnë një praktik, po themi, më informale, është të prodhojnë disruption. Në marrëdhënien e njeriut me pushtetin, në marrëdhënien e shtetit me pushtetin, të më thënë, ti ke praktikisht filozofinë e dillit, që është zemra e mënyrës së qeverisjes, se një njeriu që po befason, ata që e kanë votuar dhe ata që e kanë votuar kundër. Kurse në rastin shqiptar praktikisht ne kemi pas një shizëm historike mes të majtës dhe djathës. Kjo shizëm historike ka qenë ideologjike, nuk është më e tillë. Ka rrëshqitur në nivele kulturore. Dhe për fat të keq, përballë zgjedhjes, nëse ti duhet kesh një standard apo nuk duhet ta kesh të standard, e majta dhe e djatha po fillojnë të bëhen gjithnjë më të lexueshme. Për fat të keq, modeli komunikativ i njerëz palë ka filluar të përqafohet masivisht si një formë promocioni nga të gjithë. Dhe kjo lloj gjëje praktikisht është kërcënim real për komunikimin politik në tërësi, sepse në fundit njerëzit do thonë kur e bën ky që fiton zgjedhje, pse të mos ta bëj unë që po i humb? Dhe prej këtij çasti ti ke humbur standardin, sepse deontologjikisht ti nuk ke një vijë dallimi. Ndërkohë që e majta dhe e djatha janë dalluar gjithmonë mbi një princip. Principi ka qenë serioziteti i imazhit. Agjendat e caktuara që e majta kanë mbështetur, në rastet më të fundit kanë qenë, ku diun, shfaqjet konkrete që u panë në Shtetet Bashkuara përpara zgjedhjeve. E qartë. Kështu që në këtë aspekt dua të them, në gjykimin tim, ne jemi në një moment ku thelbësisht asnjëra prej partive nuk ka filluar të ravizojë çfarë do të bëjë në fushatë. Dhe unë kam frikë se kjo do ngelet mbi shpatullat e brishta të kandidatëve. Partitë do të shkatërrojnë atë që kandidatët do të përpiqen të ndërtojnë. Dhe ky është kërcënim shumë i madh për procesin zgjedhor në pikpamjen e përmbajtjes.